Është momentin tani që së bashku të përcjellim të gjitha shqetësimet që keni në aspektin ekonomik. Një numër telefonit të afishohet në ekran, ku ju mund të bëni pjesë e studios nëpërmjet video kodit në WhatsApp, regjia do ju ndihmoj dhe të pyesni për gjitha problematikat që keni në aspektin ekonomik, që nga pensioni, pagat, por jo vetëm. Është bashkuar në studio eksperti i ekonomisë Enrico Ceko, cilin e përshëndes. Kënaqësi t'ju kem. Kënaqësi të jemi në studion e televizionit tuaj, po shiko, mua më vjen mirë që i prekni këto tema se në fakt të janë çështje jetësore. Bëhet fjalë për jetën e përditshme të qytetarëve. Dhe padyshim që ka interesin edhe më të lartë, jo pa qëllime drejtore. Java e fundit ka qenë një javë që, si thosh, që të gjithë flisnin për pensionet, për pagat. Normal, është mëse normale, tani jemi edhe në prag të vitit të ri, presim lajme të mira, nëse do ketë lajme të mira, edhe të ecim kështu. Projekcioni është pozitiv. Se qa do sjellë jeta pastaj. Projekt buxheti është ai që ka marrë dhe vëmendje më të madhe edhe për shkak të investimeve konkrete që bëhen në disa prej institucioneve kryesore, investime në pensione, investime në rroga, pra edhe në kuadër të parashikimeve të bëra nga qeveria. Megjithatë, sikur se theksova, jemi në kohën e dur që ju mund të bëni pjesë e studios tonë duke telefonuar dhe pyetur ekspertin nëse keni problematikë me pensionin, nëse keni pyetje sa i përket rrogave apo subvencionimeve që nëse njihni dhe keni pjesëmarrje të drejtë për drejtë apo që jeni interesuar për bujqësinë në këtë kontekst. Megjithatë, ne nisim së pari, duke u ndalur dhe tek po themi konkretizimi që mundi bëhet çështjes së rrogave apo dhe investimeve të mëdha. Shiko, pak a shumë duke ju referuar pjesës shtetërore. Çka ka thënë shteti? Pse çka ka thënë shteti? Shteti është ai që përcakton rregullat e lojës. Është ai që nëse marrim për shembull buxhetin dhe shikojmë buxhetin ta marrim si një byrek. Dhe çdo pjesë e byrekut është një sektor i ekonomisë, apo dhe një shpenzim që duhet bërë qoftë për pagat edhe për pensionet e tjera. Është shteti ai që e përcakton se si do ndahen pjesët e byrekut, po në vende si punë e Shqipërisë nuk është thjesht çështja se si do coptohet byreku. Puna është kush e pi dhallën. Aty është çështja e gjithë. Aty është çështja kush e pi byreku ndoshta do përfitojë. Byreku dihet se ai është. Byreku duket. Buxheti duket. Puna është që ndodh mbas buxhetit. Ka një argument që ky buxhet është i mirë, do ndihmojë për rritjen ekonomike, do ketë një konsolidim fiskal, do ketë një përshpejtim procesit të integrimit, sepse plotësohen disa kritere minimale. Po ka dhe një këndvështrim tjetër që ky buxhet nuk është se ndikon në rritjen reale të ardhurave, apo nuk është se ndikon drejt për drejt në një sektor caktuar të ekonomisë e tjera. Megjithatë, nëse do kishim detaje edhe më të mëdha për buxhetin, do ishte edhe më ndryshe dhe do flisnim më mirë për sektorët. Konkretisht, për pensionet. Është një reformë pensionesh që mendohet që do zgjati 4 vjet dhe pensionet urbane të plota fitojnë 1800 lekë. Pensionet urbane të pjesshme fitojnë 800 lekë. Pensionet rurale që janë lidhur para vitit 2014 fitojnë 1000 lekë, po flas me treja, dhe pensionet familjare janë 700 lekë. Dhe pensionet e invaliditetit fitojnë 600 lekë. Këtu me qëndroni. Kemi telefonat tani dhe ta vijojmë së bashku logjikën se ndoshta dhe ndihmojmë. Mirëmbrëma. Po, jemi bashkë në program, pyetja juaj? Kam paguar kontribute vullnetare si fshatar me tokë. Kam paguajt në vitin 2001, se unë jam datëlindja 74 dhe kam paguajt 94-99 për veten. Edhe gruaja është 78 dhe kam paguajt 98-99 për gruan. Po banka më ka bërë në të njëjtin mandat. Këto të mijat më figurojnë në rregull, ndërsa të zonjës një vit më kanë shënuar për vitin 93 që që nuk paguhet se nuk ka ligj veç për 2 muaj, edhe i kërkojnë nuk më sqarojnë, nuk më. Sepse meqense ke paguar me një mandat që gjitha kontributet kanë vajtur në emrin tënd. Prandaj gruaja figuron që jo, vetëm 5 vite që kam paguar për vete, ma që kam në emrin tim. Po pra, të po them, e ke paguar me një mandat. Tani puna është shu. A ka mirë kuptim apo s'ka mirë kuptim midis teje dhe institucioneve? Sepse një njeri me 2 pare më në kokë që punon të institucione dhe që e kupton se që ka ndodhur, e mbështet edhe në argumenta ligjore problemin që keni ju, edhe i jep drejtim.
Në qoftë se e mbani mend para ca vitesh, ishte një rrugë që do riparoj ajo rruga dhe do ndërtoj, edhe kishte një problem ujësjellës kanalizime, enti regulatori energjisë me bashkinë. Sa për saktësim, Dhe u detyru kryeministri të na ndjek në ekranin në këtë çast, se të jetë i qartë se i lëm dhe rallën në përgatitjen e telefonit. Edhe u detyru kryeministri mori sopatën edhe previ pemën që ishte në mes rrugës. Dhe mirë bëri që e previ pemën që ishte mes rrugës se pengonte edhe trafikun, edhe rregullovi dhe një mosmarrëveshje midis 3 enteve publike. Kështu është edhe ky problem. Duhet dalit dikush tani të marrë sopatën e të zgjidhë problemin atë. Në kuptimin figurativ. Në kuptimin figurativ. Duket sikur. Pa pranë, t'i japi drejtim situatës. Tani, në qoftë se ka njerëz që edhe nuk mirë kuptojnë, edhe që nuk duan të bëjnë mirë. Mirë, ne presim një tjetër telefonat në këtë çast, një tjetër qytetar që sapo të jetë gati regjia të më njoftojë më një herë për të marrë një tjetër pyetje problematik ose shpjegim që u nevojitet nga eksperti. Po ndaleshim tek pensionet. Në qoftë se do t'i referohemi pagës. Paga minimale shkon në 50.000 lekë. Dhe këtu ka një debat, a duhet ta caktoj shteti pagën minimale, apo nuk duhet ta caktoj shteti? Edhe në Bashkimin Evropian, ka vende që s'kan, si thush, një rregull për pagën minimale, i cili është i përcaktuar në bazë të një procesi ligjor, ka dhe vende që e kanë pagën minimale të përcaktuar, dhe kjo mbrohet për të mbrojtur një shtresë caktuar të popullsisë. Pra nuk është se është me ligj, nuk është se me thikë e prerë, që o do ketë pagë minimale, ose do ketë pagë minimale në Evropë. Megjithatë, pritet që të përfitojnë mbi 300.000 punonjës nga kjo pagë minimale, shumica në sektorin privat. Në ndërkohë janë disa punonjës, për shembull, Enrico, me që jemi tek çështja e pagave, jemi disa punonjës nga Mallakastra te ujësjellsi, roje, thotë, dhe marrim nga 88.000 lekë të vjetra, si shpjegohet kjo, thotë? 8.000 lekë roje, sido që ndoshta e kam me kontratë shërbimi. Që do thotë? Që do thotë që ky person ka punuar dikun përpara, ka dalë në pension dhe punon me një kontratë shërbimi, dhe me kontratë shërbimi ti mbahet vetëm 15% e pagës, e pagesës për punën që kryen. Po në fakt thotë që jemi disa persona. Po dakord, janë me kontratë shërbimi. Janë në të njëjtën formë. Janë në të njëjtën formë, me kontratë shërbimi. Se nuk janë në telefon, nëse do të ishin në telefon zotëri do e kishim sqaruar më shumë mirë se kishim. Janë me kontratë shërbimi, nuk ka pagë 8.800 lekë. Eksakt, se paga minimale nuk është. Janë me kontratë shërbimi dhe ndoshta e kanë për shembull atë që paguhen 10.050 lekë sa i bie, i mbahet 15% dhe marrin 8.800. E qartë. Kjo janë me kontratë shërbimi. Nuk e besoj që ata të ujësjellës kanalizimeve të jenë jashloje në këtë kuptim, sepse është çështje e madhe ligjore kjo pastaj, nëse trajtojnë njerëzit me këtë mënyrë. Okej. Se në fakt nuk janë vetëm shqetësime që na vinë nga qytetarët në kontekstin edhe të pensioneve, por edhe pagat marrin vëmendjen e tyre. Ja kemi një tjetër qytetar tani në lidhje. E përshëndesim, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Po, jemi bashkë. Telefonoj nga Greqia. Po, kënaqësi. Dhe dua të pyes ekspertin, më kupton, më dëgjon. Po, ju dëgjoj. Po. Dua ta pyes, kam zonjën për shemb grua, nuk ka paguar asnjë kontribut shoqëror në Shqipëri për shemb. Ne dua t'i paguaj, si i bëhet? Në Greqi ka paguar sigurinë shoqërore? Jo, nuk ka paguar. Mirë, domethënë unë mendoj që ti duhesh shfrytëzosh të dy opsionet që të lejon ligji. Opsionin për sigurinë. Këtu kam bërë bashkim familjar, prandaj nuk paguan. Po, kuptoj. Po, e kuptoj shumë mirë situatën. Në Shqipëri. Grua është shumë ka dy opsione që unë të rekomandoj ti ndjekësh dyja. E para punës të vish tu në rrethin ku banoj në Shqipëri ku ke adresën. Po, lutem zotëri dëgjoj nga telefoni, më fal, nga ekrani që ti jesh më i qartë nga televizioni, ndërkohë lëm hapësi një tjetër telefonuesi, po. Të kontaktosh me drejtorinë e sigurinë shoqërore të rrethit ku banon, të shikosh mundësinë që të plotësosh atë pagesën e pensioneve vjetore, që ti s'ke punuar, po do i pagosh vetë atë pjesën e viteve, dhe patjetër do t'i referohesh skemave private të pensionit, këto kompanitë që ofrojnë këtë pjesë të pensioneve private, për të përfituar, pak a shumë rregulli është 1.000 lekë të reja në muaj, që të paktën mbas 5 vjetësh do fillosh të përfitosh nga skema e pensioneve private. Skema e pensioneve private ka dhe një të mirë, që atë shumë parash që ty të lindë drejta për ta fituar mbas 5 vjetësh, edhe mund ta vazhdosh të paguash edhe mbas 5 vjetësh, por mund ta marrësh komplet si shumë, mund ta coptosh dhe ta marrësh çdo muaj si pension, bashkë me pensionin, ose ti që s'ke pension, do marrësh pjesë nga ajo,
Ose në qoftë se ka në një situatë familjare që duhen parat, dikujt nga familja, djalit, vajzës, vllajt, ku diun, atë shumë parash, kjo mënyrë investimi të lejon që ti marrësh ato parat ja japësh edhe dikujt tjetër. Pra nëse ndoshta mund të ketë një pyetje se jam mbyllur celularin, por në kontekstin praktik, ku do të drejtohet konkretisht, ndoshta të fillojnë të përfitoj këto që ju shpjeguat. Në aspektin praktik, te Drejtoria e Sigurisë Shoqërore te rrethi ku ka banuar. Qartë. Këtu në Shqipëri, ose ku e ka dhe adresën aktuale, se ndoshta ka dhe shtëpinë e vjetër, këtu në Shqipëri, pavarësisht se është në Greqi. Tjetër, te kompanitë e sigurimit të cilat ofrojnë skemën e pensionit privat, të paraqitet dhe të bëj këtë mënyrë sigurimi. 1.000 lekë të reja në vit është minimumi për të paktën 5 vjet rresht. Okej, ndërkohë presim një tjetër telefonatën në këtë çast, ndërsa do të kemi mundësinë që ndërkohë regjia na bën gati edhe telefonatën tjetër, qytetarin tjetër, ndalemi tek një lajm i fundit sa i përket pikërisht informacionit zyrtar të ndeshjes kombëtare shqiptare që pritet të luajë vetëm pas pak. Ndërkohë po bëhem me njërë gati që ta kemë informacionin zyrtar, Shqipëria luan 4-3-3, Strakosha, Hysaj, Gjimshiti, Ajeti, Mitaj, Sheu, Aslani, Laçi, Hoxha, Broja, Manaj. Pikërisht në ndeshjen që do të jetë në orën 20:45 të ditën e sotme, ndërsa sigurisht e shohim edhe në ekran, pra nga Strakosha, Hysaj, Gjimshiti, Ajeti, Mitaj, Aslani, Sheu, Laçi, Broja, Hoxha, Manaj, pikërisht lojtarët cilët sipas publikimit të bërë zyrtarisht do të jenë pjesë e ndeshjes së ditës së sotme përballë Andorrës, që e konsideruar në fakt më herët edhe si një nga ndeshjet më të rëndësishme sa i takon play-offit dhe pjesëmarrjes në botror. Ky informacion vjen vetëm pak minuta, si gjithmonë përpara se ndeshja të nisë zyrtarisht, ndërsa kujtojmë që sot në orën 20:45 në pikërisht ndeshja kombëtare shqiptare Shqipëria-Andorra me formacionin zyrtar, sikurse e shohim nëpërmjet ekranit dhe si lajm të fundit, duke nisur që nga portieri Strakosha, Hysaj, do të jetë në fushë Gjimshiti, Ajeti, gjithashtu Mitaj, Aslani, Sheu, Laçi, Broja, Hoxha dhe Manaj. Këto pra në këtë çast sikurse e shohim na bojnë ndoshta kështu edhe na sjellin emocionet e para pikërisht për ndeshjen e sotme të Andorra Shqipëri, sa i takon edhe ndeshjes rëndësishme. Mirë. Ndalemi tani sërish në studio, kemi tjetër qytetar në këtë çast, e përshëndesim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma zotni. Po, mirë se erdhët. Pyetja juaj? Mirë se gjeta. Po këta fabrikat na e prishen, uzinat na prishen, sigurum populli nuk është hiç. 40% a 50% populli nuk ai sigurum. Unë kam 2 djelë me fëmijë, me 3 dëllim tokë, njoni ka 3 fëmijë, tjetri ka 2. Ku sigurohet me 3 dëllim tokë në Shqipëni mërë? Pa punë kërkun, pa naft, pa sevesenim, pa kur gjo. A shifnin e i fije se ku kanë qu këta kriminella Shqipnin? A shifnin e i fije? Mirë, pa fyri, ju lutem, mund t'japim një informacion sa i takon dhe subvencionimeve? Po, zotëria ka drejtë sepse... As ka pension, as ka fërnimet, as ka naft, as ka kur gjo pa shatë mollin zëtë. Në se ka zëtë kënë më mbraf, pa dojnë drita në se ka 100 lek se vesenim. Të e ble 40.000 lek e 30.000 lek e të lëmdok për mojtë baktin, për me mojtë fëmin me i qurë në shkollë, mërë mos do ma ketë për këtë dhe që a ka gjithë. A mërë një vesh për se ku jena, që në mërë zonin se ne e stalon me që zonin, më ne dojnë me në vro, me në by. Ja, les, unë e mirë kuptoj shumë, unë edhe falenderoj shumë zotrin që ngriti një problem shumë të madh, që nuk është thjesht problem ekonomik, po është problem social në përgjithësi. Po thuj se 25-26% e popullsisë Shqipërisë jeton në kushte shumë të vështira, me 100 lek në ditë për person, që me 100 lek në ditë nuk jetohet. Edhe me 1.000 lek në ditë është bërë vështirë të jetohet në Shqipëri, dhe unë e kuptoj pak a shumë edhe nga mënyra, edhe nga gjuha që përdori dhe zonën se ku ndodhet zotëria, që kërësisht zona veri lindore e Shqipërisë është një zonë e vështirë, ku nivelli varfërisë është edhe më i lartë se në pjesën tjetër, në ulësirën perëndimore apo dhe në Shqipërinë e mesme, dhe është një çështje që nuk zgjidhet as me ankesë personale, as me fjalën e një eksperti në një studio televizive. Duhet parë konkretisht në mënyra se si qasemi ne ndaj qytetarëve. Zotëria gjendet në një gjendje të vështirë, tha kam 2 djemë secili me fëmijë dhe që të gjithë jemi në 3 dynim tokë,
gjë që është e pamundur për të jetuar, për të mbijetuar, jo për të jetuar, por për të mbijetuar, zotëria ndoshta është edhe krye familjar, ndoshta edhe ata djemtë kanë varësi, nuk e di, ose ndoshta janë të tre krye familjar, po që të tre duhet drejtohen në organet e pushtetit lokal që të marrin atë që i takon. Se me siguri në fakt nga revolta duhet që diçka t'i mungojë në kontekstin edhe të asaj çka meriton. I takon për të marrë, ai sa ti takoj për të marrë, shkoj ta kërkoj ta marrë. Sepse në këto kushte që është, ndoshta i takon që të tre të marrin mbështetje. Qartë. Mirë, ne presim një tjetër telefonat, jemi në 5 minutën e fundit, padyshim për gjithë ju që keni pyetje për ekspertin ekonomist, është i gatshëm që të jap informacione në studio. Mendohet që me kalimin e këtyre 2-3 viteve, pensioni në qytet, pensioni i plot në qytet, të shkoj te 40.000 lekësh, me të vjetra të themi 400.000 lekë, pensioni rural tjetë diku te 18.500 lekësh, dhe pensionit e invaliditetit të shkojnë te 30.000 lekësh. Niko, çfarë mund të bëjë një pensionist me pensionin që merr? Tani kjo është një pyetje. Nëse do të shikojmë klasifikimin e rajoneve të Shqipërisë, ka rajone që kanë kosto më të larta jetese, ka dhe rajone që kanë kosto më të ulta jetese. Konkretisht rajoni Tiranë-Durrës ka kosto më të larta jetese, llogaritet që minimalisht një person për të jetuar në këtë zonë, pa përfshirë Qiran, se pjesa më madhe tani janë me Qiran, segmenti Tiranë-Durrës, i duhen 70.000 lekë në muaj. Po. Në një kohë që me këto llogari i bie që një pensionist, edhe në zonën me çmimet më të ulta, me kostën më të ulët të jetesës në Shqipëri, e ka të pamundur të jetojë. Asnjë lloj mbijetesë. Asnjë lloj. Shiko, në fakt mbijetesë duhet të jetë në terma konkret. Po, nuk është jetesë, por është mbijetesë. Tani puna ashtu. Se kemi tjetër telefonat. Kemi shifrat që na jep buxheti, edhe ç'a ndodh në terren. Imagjinoni që të kemi një njeri që del në televizor dhe jep kohën. Edhe thot, koha shumë e mirë. Po e thot në studio. Nesër thot, është diell, shkëlqim, të shkonin në plazh në mes dhjetorit. Nesër bie të borë në terren, në të vërtetë. Dhe më kështu janë, shifrat mund të jenë të bukura në tabelë. Por mund të jenë të fryra. Mund të jenë të bukura në Excel, se i bën me Excel tani, i bën me Python, i bën me RStudio, i bën me këto, me inteligjencë artificiale. Po në të vërtetë në terren. Mirëmbrëma. Po kemi telefonatën në këtë çast. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mësiva desha të mos sharrojnë inspektori. Po. Kam gocën në Shqipëri. Ka pagu 32 vjet sigurime. Mbaj telefonin para durve, të lutem që të jeni në studio. Mbaj telefonin para durve dhe të mund të flisni gradualisht. Po. Kam gocën në Shqipëri. Po. Po. Ka pagu 32 vjet sigurime, bujqësore. Mirë po ata sigurimet dhe të Shijakut i nxjerrin probleme 100 herë. Ajo ka ble 4 dëlim tokë, i ka ble me dokumenta, me certifikat pronësie me të gjitha, ka 12 vjet, 13 vjet. Nuk ja njefin tokën që ka ble. Është e vërtet kjo, po? E pare punës që çfarë moshe ka vajza? Vajza është do dinja 77, është 45 vjeç. Po nuk e kam mbushur moshën për të dalë në pension. Jo, nuk kam problem për atë punë. Ata e shërollasin ata të sigurimet, të Shijakut i thonë... Po e kuptova që pse paguan pension si banori zonës rurale, pra si fermer, në një kohë që ti s'ke tokë. Po. E kuptova. Jo, ka tokën, e ka, pa ata si janë njofin tokën, pra, ti këtë po thu. Se më si di se toka e ka bje, e ekonom tokën ka 16 vjetë. Pse mund të po, të shkoj të verifikoj dokumentacionin e tokës. Kjo është. I ka. Po dakor, pa e ka, po të shkoj të verifikoj aty. Në qofse ata nuk e pranojnë dokumentacionit, të marrin një avokat dhe të ri aty të dera derisa të njohin dokumentacionin. Ja ballafaqoje. Ta ballafaqoje. Patjetër, shkoj të marrë një vërtetim në hipotekë që e ka pronën, që e ka me dokument, shkoj ta lër atje, të marrë dhe një avokat, edhe të çojë edhe për ndjekje penale në prokurori. Nëse është kështu si thoni ju. Nëse abuzohet. Po patjetër. Okej, mirë. Ka ardhur koha, e dëgjua çfarë tha kryeministri mbrëm? Kushdo tha të shkojë të ankohet, tha të gjitha zyrat e shtetit, tha, kur e mendon tha që i bëhet padrejtësi. Këtë gjë po them edhe unë. Shko atje, merr avokatin, kërko të drejtën, nëse nuk t'japin drejtën dhe ti mendon se ke drejtë, bëj ankesë, ngrije çështje penale, çon prokurori, merr atë oficerin e policisë gjyqësore, bashkë aty të shkonin ndiqnin problemin.
Mirë, ne presim një tjetër telefonatë në këtë minutë të fundit, të uroj që të kemi një tjetër mundësi për telefonues me një qytetar që të bëjë një pyetje eksperiton në studio, sepse jemi në fakt edhe minutën e fundit. Ndërkohë, presim sapo të jetë gati regjia dhe ne si edhe njërë në studio. Shqetësimit vijojnë të jenë të mëdha sa i takon pensionistëve, si duket edhe mungesa informacionit ka të bëjë edhe mos korrektesa. Ka shumë gjëra, plus i kemi edhe problemin që në 2.400.000 banor, 800 ca mi janë pensionist, 720 ca mi dhe pjesa tjetër 100.000 janë që mbështeten me atë që quhet mbështetje sociale, që mbështetja sociale me forma nga më ndryshme, po prap janë shumë pak për 1/3 e popullsisë së Shqipërisë. Dhe ne nuk kemi kontribus shumë. Janë 1.100.000 kontribus, në i kohë që me 800.000 pensionistë ne duhet të kishim pak të 2.400.000 kontribus. 3-1. Sepse me pensionet që paguajmë ne sot, sigurimi shoqërore, marrin pensionet ata që janë sot në pension. Qartë. Nuk është se ne po paguajmë sigurimi shoqëror që të marrim ne pension kur dalim ne në pension. Mirë, jemi në përfundim, nuk e di dhe sa kona nga me në dispozicion, nëse regjia ka një tjetër telefonat të japim në këtë çast, nuk kemi. Mirë. Po, unë do t'ju dhuroj një libër, me që është edhe momenti, tani e kam publiku para disa ditësh. Nëse dhe panajirit, falenderoj shumë që vjen gjithmonë me... Po, libri është pianoforte, e kam zgjedhur me qëllim këtë pianoforte, sepse pianoforte është një instrument muzikor që nga njerë luan let aty bukur, këndshëm, po nga njerë pianoforte lëshon dhe zhurmë shumë të madhe, shumë të fort. Edhe është momenti që të gjithë teknikët, që të gjithë specialistët të bërtasin me të madhe për të vërtetën. Ky është mesazhi im për gjithë ata që janë teknik, për gjithë ata që janë specialistë. Ju falenderoj patjetër me një mbishkrim, ndërsa ne kemi mbërritur në fund edhe për ditën e sotme patyshim duke ndalur të informacione më të rëndësishme në vend që lidhen jo vetëm me aspektin politik, por edhe duke informuar me gazetarët tanë në terren. Të reja të fundit që vijnë nga vendi, rajoni dhe bota dhe tema të rëndësishme, diskutimi sigurisht është dhe kjo e kontekstit ekonomik, gjithmonë duke qenë më pranë jush, më pranë qytetarëve dhe duke falenderuar për telefonatat që bëni në programin tonë për t'u informuar. Ishim me ekspertin ekonomist Enrico Ceko, i cili në fakt më ka dhënë në këtë çast edhe librin e tij dhurat, të falenderoj shumë, kënaqësi të kisha. Kënaqësi, nëse kam kohë për fjalinë e fundit. Një sekond. Po, çështja ashtu. Jemi në mbyllje. Që nëse ne shikojmë inflacionin letër, thonë që është 2.2%. Kur shkojmë në dyqan, është 22%. Faleminderit shumë. Kënaqësi të kisha. Mirë, do të shkëputemi këtu, bashkë do të shihemi ditën e nesërme, deri nesër që ndërmend mirë. Bashkë mirëpafshim.